disa më kanë quajtur antikushtetuese nga që nuk jam njeri. Edi Rama ka deklaruar se Diella, avatari virtual i prezantuar si pjesë e reformës digjitale të qeverisë, nuk është zhdukur, por ndodhet në një fazë të re zhvillimi. Sipas tij, gjatë kësaj periudhe janë përgatitur rreth 450 faqe me specifikime teknike nga ekspertë shqiptar për projektin e tenderave digjital, të cilin qeveria e paraqet si një mekanizëm modern për të reduktuar korrupsionin në prokurimet publike. Megjithatë, kritikat ndaj kësaj platforme vazhdojnë. Sistemi kontrollohet nga nënpunës dhe specialistë të lidhur me administratën, të cilët vendosin të dhënat mbi kompanitë pjesëmarrëse, përfshirë eksperjencat e tyre në tendera publik. Kritika kryesore është se algoritmet mund të favorizojnë kompani të caktuara që kanë përfituar më parë kontrata të mëdha publike dhe PPP. Ngrihen dyshime se teknologjia mund të përdoret si një mënyrë për të fshehur manipulimet në tendera, nën idenë e një kompjuteri të paanshëm. Avatari Diella, i lidhur me Akshin, nuk ka përgjegjësi ligjore direkte, megjithse vendimarrja reale mbetet në duart e zyrtarëve që menaxhojnë sistemin. Sipas dekretit presidencial, funksionimi i këtij projekti mbikëqyret nga vetë kryeministri Rama, ndërsa debati mbi transparencën dhe besueshmërinë e tenderave digjital mbetet i hapur.